Imam Tahawi, Allah më shiroft, në vazhdim të vargjeve të akidës së tij, duke na treguar rreth Allahut mëdhëruar dhe cilësive të tij të larta, dhe duke bërë dallimin mes këtyre cilësive dhe karakteristikave të krijesave, thot ndër të tjera në lidhje me Allahun mëdhëruar, thot mumitun bila makhafa, është ai i cili sjell vdekjen dhe e bën këtë pa frikë nga askush. Ky varg prej vargjeve të akidës së tij na kujton edhe një herë tjetër me cilësinë e lartë të Allahut mëdhëruar, cilësinë e zotërimit, ku sipas së cilës Allahu mëdhëruar në dorën e tij janë fatet e krijesave. Dhe për këtyre fateve është edhe ndërprerja e jetës së tyre apo vdekja e tyre. Fenomeni i vdekjes dhe i ndërprerjes së jetës është një fenomen krejtësisht në dorën e Allahut mëdhëruar, sepse ndodh me vullnetin e tij të plot dhe gjithashtu me plotësimin e afateve të caktuara sipas dijes së tij të hershme dhe që ne e quajmë ejel. Vdekja vërtet ka ato shkaqet e saj të njohura si plakja e trupit dhe konsumimi i tij, po ashtu është sëmundja, ose janë aksidentet, ose janë edhe vrasjet dhe zullumet e krijesave ndaj njëra tjetrës, që të gjitha këto janë shkaqe që sjellin vdekjen, mirë po janë shkaqe të krijuara prej Allahut mëdhëruar për qenë të tilla. Dhe përveç kësaj nuk veprojnë në mënyrë individuale ose në mënyrë të pavarur nga Allahu mëdhëruar, sepse duhet të jetë edhe vullneti i Allahut për të ndodhur, pra dëshira e tij dhe gjithashtu fati ose afati i caktuar prej tij, patjetër plotësuar afati i Allahut mëdhëruar. Dhe kështu mbi bazën e kësaj gjejmë se kur janë shkaqet, mund mos jenë rezultatet kur nuk ka përputhje. Dhe prandaj gjejmë raste ku njerëzit arrin moshën e thellë të pleqërisë dhe vazhdojnë jetën derisa të vijë caktimi i Allahut mëdhëruar. Po ashtu njerëz që kanë kaluar sëmundje të ndryshme, kanë kaluar aksidente, vdekje prurëse, dhe po ashtu u janë bërë atentate dhe janë qelluar dhe nuk kanë vdekur, sepse nuk ka qenë dëshira e Allahut mëdhëruar për të vdekur në atë moment dhe as ka qenë plotësuar afati i caktuar prej tij. Kështu që vdekja dhe ndërprerja e jetës është në dorën e Allahut mëdhëruar, siç thekson edhe autori, siç është edhe vetë ardhja në këtë jetë. Kjo është pjesa e parë e vargut, dhe pjesa e dytë pra e bën Allahu mëdhëruar, pra e sjell vdekjen edhe pa pasur frikë nga askush, ose pa ndier frikë dhe drojë nga askush. Dhe kjo për të bërë dallimin mes Allahut mëdhëruar dhe veprimeve të krijesave, sepse krijesat kur bën shkak ndonjëherë për gjërat e tilla, ata nisen nga nevojat e tyre për ta bërë atë veprim, kur ndjejnë frikë se dikush mund t'u marrë diçka që u përket atyre, apo mund t'i fusë në një mundim që ka nevojë të çlirohen prej tij dhe ndërmarrin veprime të tilla, ndërsa me Allahun mëdhëruar nuk ndodh e njëjta gjë, sepse Allahu mëdhëruar nuk ka nevoja si nevojat e njerëzve, madje është krijues pa nevoja dhe nuk i friksohet se dikush mund t'i marrë atij pushtetin apo të ketë nevojë për të shliruar nga një mundim që ja bën atij krijesat. Dhe kjo na kujton me fjalën Musait alayhis salam kur u thoshte beni Israilve, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Thot, nëse do muhoni ju dhe çdo kush tjetë mbi faqen e tokës, atëherë dijeni se Allahu mëdhëruar është ai që s'ka nevojë për krijesat dhe gjithashtu është i vetë lavdruari, dhe se mohimi i krijesave nuk plagson asgjë atij nga pushteti dhe lavdia që ai ka.